Big Brother VIP Kosova ka filluar tash disa javë me edicionin më të ri. Debate dhe situata mjaft të nxehta po ndodhin brenda shtëpisë, ku banorët nuk po e kursejnë njëri tjetrin. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndër dy banorët më të ri janë Klodi dhe Eliona, të cilët me energjinë e tyre po sillin debate të zjarrta, e së fundi ata patën një fërkim mes njëri tjetrit. Banori i shtëpisë më të madhe në vend, Klodi, ka pasur një debat me Elionën, teksa qëndronin në pishinë me konkurrentët e tjerë. Klodi u tregua jo ashpër me Elionën sa i përket lojës, teksa i tha se me të nuk ja qet. Po tregohesh i poshtër, ja ktheu Eliona e mërzitur. E shoku më i miri i Klodit, Londrimi, u mundua ta zbuste situatën mes tyre, sepse shihet se ata kanë një kimi mjaft të mirë. Edhe publiku pret që një të ardhme të afërt ata të kenë një lidhje brenda shtëpisë.